Gjatë tyre 6 vjetëve në vendin tonë janë ndërtuar dhe rindërtuar me standarde europiane rreth 1000 kilometra të rrjetit të ri rrugor kombëtar, nuk të llogaris rrjetin dytësor dhe tretësor, sepse nuk është në kompetencën dhe autoritetin e ministrisë dhe të qeverisë, por të bashkive dhe të Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Ndërkohë, 40 kantiere janë aktualisht të hapura në gjithë vendin dhe do të jenë vlerështuar Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Që nga aksi Elbasan-Rogozhin, i cili mbyllet në 2027 me ecuri mbi 60% aktualisht, tek Elbasan-Qaftana, që po ashtu mbyllet në 2027, duke i vënë në dispozicion jo vetëm Shqipërisë, po edhe Bashkimit Evropian, edhe NATO-s korridorin e 8, i cili për 30 vjet u bllokua në Komisionin Evropian nga të tjerë për të mos u kualifikuar dhe klasifikuar si korridor i rrjetit europian të transportit dhe e zhbllokuam ne në samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor këtu në Tiranë, dhe i cili njëkohësisht është shpallur korridor sigurie për mobilitetin e forcave të NATO-s. Edhe Elbasan Banj apo bypassi i Fierit dhe i Vlorës, rrugë të cilat numëroheshin dikur me daulle dhe me klithma majkrahi në inventarin imagjinar të mira kilometrave të ditëziu dhe të punëziut që i ra për hisë Shqipërisë dje dhe i ka rënë përfyti opozitës nga lindja dhe deri në agoninë e saj, po të cilat në fakt ishin vetëm gropa, borxhesh dhe plagë të hapura rrugëve, janë vepra që janë kryer pikërisht në këto 6 vite. Ashtu si që kryen dhe Orikum Dukati, apo tuneli Llogaras, për të cilin flitet në havane tymit të tenxhereve dhe në uturakët e qimbellinjve për miliona e meleona të vjedhur, po të vetëm miliona e meleona të vërteta deri tani që flasim, janë ato të përfituarat më tepër nga rritja e fluksit makinave drejt bredetit jon, për ekonominë dhe financat e vendit. Palas Dërmiu, Kardiq Delvina, e shumë premtuar dhe ajo, madje edhe ajo në atë inventarin imagjinar të ditë punëziut, por realizuar vetëm në të njëjtën periudhë.